Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić pas takimit me presidentin e Francës Emmanuel Macron ka thënë se nuk ndanëm të njëjtin mendim sa i përket Kosovës. Ja theksova sërish se sa rëndësi kushton Franca të ardhmes demokratike dhe europiane të Serbisë. Nis postimin presidenti i Francës Emmanuel Macron teksa ndau detaje nga takimi me homologën e tij serb Aleksandar Vučić. Macron tha se me Vučić ka diskutuar për normalizimin e marrëdhënieve mes Serbisë dhe Kosovës. Franca është thellësisht e përkushtuar ndaj këtij procesi. Ky është një kusht thelbësor për integrimin e tyre europian, shpreha besimin në aftësinë e Serbisë për të gjetur sërish të rrugën e dialogut dhe shpresoj se qeveria e ardhshme do të vazhdojë me vendosmëri reformat e pritura dhe do të konsolidojë rezultate të shumë të mira ekonomike, shpreh presidenti francez. Theksova angazhimin ton për integrimin europian të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Ne diskutuam situatën në Bosnjë e Hercegovinë, kujtova mbështetjen ton të palëkundur për unitetin e atij vendi, si dhe dënimin ton për çdo veprim që synon të vërë në pikpyetje unitet. Është përgjegjësia të gjitha palëve që të angazhohen në respektimin e rendit kushtetues në mënyrë që Bosnja dhe Hercegovina të mund të kthehen në rrugën europiane, thekson Macron. Së fundmi biseduan për forcimin e bashkëpunimit ton politik, ekonomik dhe të mbrojtjes në vijim të vizitës sime në Beograd në gusht të vitit kaluar. Në përputhje me ambicet tona për Europën, i konfirmova presidentit Vučić pjesëmarrjen e Francës në Expo 2027 në Beograd. Përfundon ai në anën e tij, Vučić thotë se Franca e ka njohur Kosovën, por shton se qëndrimet e Serbisë dhe Francës po bëhen më të ngjashme. Vučić ka falendëruar presidentin francez Macron për angazhimin e tij. Nuk mendojmë për gjithçka njësoj, gjë që është krejtësisht e qartë. Fakti është se ata e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, por qëndrimet tona po bëhen gjithnjë më të ngjashme. Jam shumë mirënjohës për presidentin Macron, për kuptimin e jashtëzakonshëm të situatës tonë dhe për thellësinë me të cilën është angazhuar. Ai mund të kishte kaluar kohë ndryshe, por kaloi më shumë se 2 orë duke biseduar me mua. Jam pafundësisht mirënjohës, ka thënë Vučić. Vučić u tha gazetarëve se me Macron diskutoi për çështje gjeopolitike dhe për situatën në Serbi. Vučić deklaroi se çështja më e vështirë është situata në Republikën Srpska, entitetit të Bosnjë-Hercegovinës. Kam luftuar që të gjendet një zgjidhje kompromisi, nuk mund të pranoj se vetmja zgjidhje është arrestimi i presidentit të Republikës Srpska Milorad Dodik. Kjo nuk është zgjidhje, është krimi i problemeve, tha ai, duke shtuar se i ka paraqitur idetë e tij për zgjidhjen e krizës, por pa specifikuar se për çfarë idesh bëhet fjalë. Duke folur për bllokadën dhe protestat në Serbi, Vučić deklaroi se i tregoi Macronit se shteti i tij është përballur me terror në 4 muajt e fundit. Përmes bllokimit të fakulteteve dhe protestave, tash disa muaj studentët në Serbi po kërkojnë që autoritetet serbe të mbahen përgjegjës për vdekjen e 15 personave pas rrëzimit të stresë së betonit në stacionin e trenave në Novi Sad. Protestat e studentëve janë bërë simboli një pakënaqësie më të gjerë lidhur me sundimin e ligjit në Serbi, teksa janë ngritur pikpyetje nëse aksidenti në Novi Sad u shkaktua si rezultati i neglizhencës dhe sistemit të korrupsionit.